habiti këtë vit? Surpriza. Cili klub na habiti më shumë në këtë vit? Për rendimentin edhe saktësinë, pavarësisht se nuk fitoi trofe, po them Bayern München. Fiorentina për më ka habitur negativisht. Këtë vit Roma ime, sepse me Gasperinin po tentojmë dhe deri diku Serie A. Unë them që mund të jetë Fiorentina në Itali, duke qenë se pak më tepër jemi dhe ndjekim më shumë Italinë. Për mirë për keq. Për mirë ose për keq? Më duket se bashkohen bashkë tek Liverpooli. Gjysmën e parë të sezonit ishte super, gjysmën e dytë sikur nuk e njihnin në njëri tjetrin. Duke qenë që shohim më shumë futbollin italian, mendoj që Como. Ekip që më ka habitur, do thëja përsëri Paris Saint-Germain, sepse duke qenë se luan një kampionat aq modest ai i Francës, të bësh magjin në futbollin evropian, e mbi të gjitha në krahun tjetër, mos harrojmë që në Champions League arriti që të kualifikohet vetëm javën e fundit në ndeshjet e janarit, nëse mund ta mbajnë mend tifozët dhe ja doli që të fitojë trofeun. Jam mes Cremonezes dhe Comos. Nuk e di pse të dyja më kanë surprizuar, do të qëndroj me Comon sepse po bën mjaft mirë dhe besoj do të bëj mirë edhe në 2026. Po dyshim Napoli. Në kampionatin italian jam tifoz i Milanit, po Napoli i cili po bën mjaft mirë për ditën vit radhazi. Kurse për keq nuk po shoh si do thuash atë bukurinë e Barcelonës. Është pa diskutim Milani, askush nuk e priset të ishte, po themi, jo konkurruese për titulli kampion, edhe pse e nisi, duhet kujtojmë për të bërë një retrospektive, e nisi mjaft mirë sepse fitoi Superkupën duke fituar me Interin në Arabia të përmbyse 3-2, por pastaj skuadra si ju imagjini nuk mori dot atë rezultate, edhe pse skuadra ishte po aty dhe tashmë për mirë në këtë sezon po bën po pikërisht Milani. Tani miku im. Këtu kishte dualitet, shumë ekipe përmendën. Për mirë për keq, habite për mirë, habite për keq. Enrique futi Cremonezën aty. Nuk e di. Enrique thash? Enrico. Enrico futi Cremonezën. Mor trajneri vitit intervistë. Deshte Cremoneze, ai tha Como në fund, po. Po, qëndroj me Como, Cremonezën nuk e di, ndoshta nga që shpëtoi Rënis vitin e kaluar, po prapë nuk më duk ndaj diçka aq. Gianni tha Bayerni. Gianni ndoshta është pak me Bayernin. Nuk ja është surprizë është Bayerni, se kuptoj. Bayerni ndoshta atë Torin me fitore radhës, po prap nuk qëndron për qenë një ekip që pritet nga Bayerni fitoj, pra nuk është diçka e habit që Bayerni fiton. Kristi tha Roma, po Kristi ishte objektiv, se ishte skuadra zemrës. E tregoj, e tha që është. Megjithatë qëndron edhe Kristi. Niko tha Fiorentina për keq. Dhe unë dakord jam. Edhe ai do tha Fiorentina për keq. Okej, Zela tha PSG-n. Mos e thoja surprizë PSG. Zela bëri shpjegimin që mezi kaloi javën e fundit dhe pastaj fitoi Ligën e Kampionëve. Pra nuk u prit. Qëndron. Ky është shpjegimi që habiti, pra. Isai tha Milanin. Isai e thash që do e ftoj këtu për të bërë mendimet më zgjeruara. Sa ka për të folur ky djalë? Jo, shpjegimin e tha që gjysmën e vitit kaluar ishte Milani dobët, dhe gjysmën e këtij viti që ka filluar edicionin e ri. Milani dobët prapë, sepse jeni grop komplet, gjithë ju tifozë të Milanit dhe Milanit. Por nuk e priti njëri që Milani të ishte vendet e para. Ju mori Milan Sassuolo 2-2 në San Siro. Ata kanë thënë që edhe vetë tifozët e Milanit habite që Milani është në vendet e para. Tifozët e Milanit, tifozët e Milanit dhe kur janë tura thonë jeni për kampion thonë. Fatosi tha që Barcelona nuk është më para, është më dhënë. Kjo pak e çuditshme. Dhe unë jam shumë kundër këtij mendimi se Barcelona nuk ka qenë fillim sezoni, por tani ka marrë vetë. Jo, Barcelona edhe vitin e kaluar, pra gjysmën e dytë, edhe tani, pra hiq eliminimin e Interit që ishte një dram futbolli, se ndodh futboll, por mendoj që ka qenë ekipi i cili ka gjetur veten pas 3 apo 4 viteve të këqija, ndoshta edhe më tepër. Pra u lidhën lojtarët. Fatosi ka mësim me algoritm me këtë që vjetë mbyllet super mirë dhe këtë vit e nisë të keq. Po e keni marrë prapë veten. Nisë keq, po nuk është kjo periudha për të që jemi keq. Tani që kemi marrë vetë prapë. Muy de acuerdo contigo mi hermano. Këtë do jepje ti për habitën e vitit? Ylli Aga. Liverpooli tha. Ylli Aga dha shpjegimin shumë të bukur. Ylli Aga po që rrike Premier League nuk i nda Premier League. Drejt. Tha që ekipi i bukur dhe ekipi shumtuar bashkohen te një emër te Liverpooli. Tani ne bashkë të komentojmë surprizën e vitit? Tani ne kemi dy emra, se ti e the edhe një emër shumë interesant ditën e dieshme kur bëhet Gironin. Unë mendoj për Aston Villa. Ti mendon për Aston Villa? Ka bërë mirë Premier League vitin e kaluar gjysmën e dytë, edhe këtë vit po ashtu është goxha. Vendi i tretë thjesht 3 pikë larg Arsenalit. Që Aston Villa për mua. Unë bashkoj me mendimin tënd, por po rritem me Comon, pasi është skuadër që po del kockë fort shumë për gjithë italianët. Dhe gazetarët, kolegët tanë thanë që ndjekim më shumë kampionatin italian, por nuk do të thonë që Aston Villa nuk ka bërë po aq mirë në vit. Që është më fort. Stop. Surpriza e vitit Shkëndia dhe Drita vlla. Po mirë. Kalua në Conference League, u çua Flori u nxef, u nervozua Flori. Çfarë ka viku im? Okay. Ashtu po. Surprizat e vitit Shkëndia dhe Drita. Pik muhabeti. Sekond me që më the Shkëndia dhe Drita, unë jam një nga ata që kam shkuar vetëm për ta parë nga afër Prishtinë, Drita Shkëndia, se emocioni që dy ekipet shqiptare luanin bashkë në Europë.
Jo më që kalojnë dhe kanë mundësi për shkuar edhe më tej. Surprizat e vitit, shkëndijat e drita për Kështu mua që- të paktën. Po ta Kaluan play-off të UEFA Conference League. Qëndron? Ta rregulloj pak këtë? Rregulloj si duash më Ka kujt. pak andaj? Si urdhron mi Ti mbaj kujt. dritën, unë mbaj shkëndijën. Ah, sa bukur. Kam marrë dhe ca mendime për të parë karakterin e gazetarëve tanë dhe i kam pyetur për një lojtar që do e doni patjetër te ekipi tyre po të ishin trajner. Jepi një herë. Mendime shumë të veçanta. Ti ndjekim pak. Cili është një lojtar që do e doj me patjetër në ekip? Do doja të kisha Lamine Yamal. Harry Kane pa dyshim. Nga këta që luajnë apo që kanë cili do? Po besoj që Lamine Yamal. Holland, Erling Holland. Një lojtar që do doja patjetër në ekipin tim dhe që do doja shumë që të ishte në kombëtaren tonë, në Shmuçi, për gjithë performancën që po bën edhe jashtë ku po luan aktualisht, për potencialin dhe inteligjencën që ka në fushë. Lautaro Martinez. Atëherë unë them që do të merrja Robert Lewandowski. Unë jam një fan si madh i Harry Kane dhe patjetër, domethënë një e shoh si 900 më të mirë në botë dhe sigurisht nuk do ta liej as skuadrës time. Pa dyshim, për ato që ka treguar, sepse porta është gjëja kryesore, Manuel Neuer. Do të vendosja Pedrin. Pse Pedri? Pedri sepse Pedri është një gëshëtim i ëmbël i dy magjistarëve të futbollit spanjoll, të kanterës Barcelonës, të Xavi Hernandez dhe atë Andresido Iniestas. Fatose tha Neuer. Unë mendoj që Porta është e fundit që është problemi i skuadrës gjithmonë. Jo, Porta mund të jetë problemi i parë për një. Ja, unë mendoj që çado Malfo, ku është e si një ish papritshme. portier, si një ish portier nuk ta lejoj flas keq për portierët, se portieri ka fituar Kupa Bote, Dibu, Casillas ka fituar Kupa Bote me një pritje vendimtare. Unë mendoj që Ka portieri nuk është aq Ka portier vendimtar. që ndeshja i del 7-3, ta nxjerr 2-3. Unë mendoj që portieri nuk është aq vendimtar. Nuk është vendimtar portieri. Portieri është roli më i rëndësishëm i futbollit dhe kush mendon të kundërtën vjen keq, po nuk përvesh nga futbolli. Po Aida që tha Muçi. Ai do që dori të kombëtarja. E pra, E do të Muçin edhe tek po ti i the që mund të marrë lojtar tuaj? I thash, po, i thash. Do të Muçin prap. Gjithë kam thënë një lojtar që do qoftë shqiptar apo i huaj. Aida? Tifozë e futbollit shqiptar. Në rregull, nuk jam kondra. Po Zgjedhje- zele që do të Lewandowski pastaj. Ndoshta për para një 3-4 viteve doja pranoja, por tani më duket pak si vonë për ta marrë në ekip. Megjithatë, ka treguar që bomber është. Nuk jam kundër gjithëve, se janë top lojtar. Përfshi dhe Ernest Muçin, top lojtar janë gjithë. Ideja është që secili ka atë mendimin e vet për ekipin që do të marrë dhe lojtarin që do të marrë. Po ti mi ku im? Këdo merja unë. Këdo në skuadër me se zbën. Me thënë drejtën, merë si dush, po unë do merja Leo Messi vetëm për një fakt. Me këtë situatën aktuale. Vetëm për një fakt, po patjetër më. Ja, Situata fut aktuale kotës. që ka dalë lojtari me më shumë gola dhe asist Tani vitin. ja fut Situata kotës. aktuale. Tani ja fut e Doja kotës. doja vetëm për ta parë nga afër atë njeri, vetëm për kaq të e doja. Për asgjë tjetër. Mendimi i fundit, cili lojtar do lije penalltim vendimtare për jetën tënde? Për jetën. Po ta humbje vdes. Jeta vdekje është penalltia. Jam kurioz për përgjigjen. Kjo është më veçantë. Kush do vdesi Ndiqe për pak. mua? Penalltia vendimtare për jetën tënde. Cili e godet? Nuk po zgjedh këta futbollistat që janë në aktivitet, po padyshim do ta lija Ledio Pano, sepse ka dhe rekordin që nuk ka humbur asnjë penallti në karrierën e tij. Unë të them Lewandowski. Cristiano Asllani. Rej Manaj. Manajt jo, sa ka kjo? Mund të them që do t'ja leja Muçit, duke qenë se i besova dhe do të kisha shumë dëshirë ta kisha të në ekip. Do Alia Aslanit edhe pse humbi të fundit. Sigur që jo Rejmanet sepse do mbahet mend gjithmonë për atë golin që ka bërë në Beograd dhe jo për atë që ka humbur në Tiranë. Të njëjtit person, Harry Kane për mua është lojtari më i saktë, dhe ndoshta lojtari që e njeh më tepër portën e Europës. Roberto Carlosin, klasim ata të brezit të parë. Nëse do të të rikthej, do të ishte Roberto Carlos. Por aktualit mendoj që i vetmi i cili mund të bëj diferencën në momente të tilla, padyshim është Cristiano Ronaldo. Pa diskutim një dhe i vetëm Lionel Messi. Ajo është shirma e fundit e futbollit botëror, është lojtari që kam përshtypjen, është i gëshëtimi i ëmbël i diçkaje që është mbi njerëzores. Ylli Aga nuk e di. Unë nuk komentoj rrezikoj dot, pak. Se them do çfarë dua të them Ylli Hagën. Por Jo. me që ja besoj penalltiri i Manajt. Për te shakave, Ylli Aga, kur e pyeta mbrapa, i thash Mane, se ma biti se madje ka dhe dy kolegë tjerë që thanë Mana jo, e përjashton me njëherë. Dhe Ylli Qa tha tha Ylli? Manaj, i thash ç'ne Manaj, dhe më tha shko të parën e humbet, por të dytën e bën.
Kishte një arsyetim logjik për atë i tha. Megjithatë, Më shpresoj për të mirën e yllit ta shënoj të tytot. Kush ka kolegët Kush do tanë? komentoj Premier League po mirë. Kush ka kolegë? Isaj do jetoj 100 vite që la Leo Messi. Prit. Isai tha Leo Messin. Edhe këta që lanë Harry Kane do jetojnë gjatë. Edhe Isai rrezikoka pa me të Leo Messi, me thonë vërtet. Këta që Prit tani. Enrico tha Harry Kane. do jetoj gjatë, 100 vite do jetoj. Zela tha jo mana herë. Edhe unë me Zelën jam, jo mana. Po Se Kristi, vetë që tha Aslani pastaj. Edhe Genti. Edhe Genti që tha Por Aslani. Genti e mori parasysh Të jetën e dive- vet, e mori jetën e vet se tha të fundit e humbi. Pra Genti është Të dy po që ka rreziku me jetën miqve të mi. Po ti Por zgjedhje interesante. kujt doja besoje penalltin e jetës tënde? Unë do rrezikoj deri në fund. Do them, nëse marr një mundësi dytë Mario Balotelli. Do thuash ishte Mario Balotelli. Ta di që kam jetën e ikur dhe po qëlloj që bën gol, të kam jetën e dytë, se nuk ka mundësi tjetër. Unë do ja lija Ronaldo vëlla. Ronaldo. Me vdek nga dora atij s'është problem. E ka Allah. Nga këmba, nga dora, nga këmba. Nga këmba nga doj. Plus ai bi mirë.